Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po nisim takimin në ditën e sotme me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Ditët kaluan shumë shpejt, një spektakël që na rrëmbeu, një spektakël që na bëri për vete, Big Brother Albania 5, spektakli që theu çdo rekord të mundshëm. Klikime, shikueshmëri, analiza, komente, hamencime, fansa banor që u admiruan pas lojës që kjo shtëpi dha, sonte po afrohet drejt gjysmëfinales. Sonte do të vendosen se kush do të jenë numri 4, kush do të jetë 4 finalistët që do të ngjiten në podiumin e fitores, ku nga 4 finalistë, njëri do të merr fitoren. Hamencimet po bëhen të ndryshme, ka analiza të ndryshme, por unë në këtë video dua t'ju sjell njerë sekretet se çfarë do të ndodhë sonte, si do të jetë spektakli, çfarë spektakël po premton vllau i madh, edhe duke i besuar në fakt gjithmonë televizionit Top Channel që po bën një spektakël të papar, sonte do t'jetë natë madhore. Pa marrë parasysh që kemi natë feste, kemi natë gëzimi, kemi natë lumturie, spektakli do të hapet me një debat që ka ndodhur mes Mateos edhe Mirit. Një debat që në fakt ka marrë ngjyrë tjetër krejtësisht jashtë. Sonte do të flasim për këtë temë, sonte do të flasim për këtë diskutim, do të thënë do të jetë diskutimi që do të hapën mbrëmjen, por a do të merr një goditje Miri nga ana e opinionistëve, nga ana e produksionit, për fjalën që tha që unë të kërcënoj ty, kërcënoj atë që ka lindur dhe të gjithë shqiptarët, sonte do të shohim në prime. Do të thënë nuk do të jetë një prime i mbushur vetëm me emocione të gjysmëfinales, vetëm me emocione të bukura, por do të jetë një prime edhe me debatet të cilat ndodhen brenda asaj shtëpie ku produksioni përzgjodhi që të heshtë. Dhe unë uroj me zemër që edhe sonte të mos ta heshtin si gjë, sepse mendoj që Cezari duhet merr atë që meriton dhe në këtë rast Miri duhet të merr atë që meriton. Tani, nga ajo që unë kam arritur të kuptoj dhe të analizoj në fakt për të gjithë natën sonte çfarë do të ndodh. Sonte është një natë që premton emocione, tension dhe spektakël të vërtet. Gjysmëfinalja e shumë pritur e Big Brother VIP Albania. Një natë ku çdo sekond do të ketë peshën e vet, ku çdo fjalë do të analizohet dhe çdo veprim apo vendim mund të ndryshojë fatin e lojës. Do me thënë edhe pse jemi në gjysmëfinale, nuk do të thotë që vllau i madh nuk e ka vendimin për të ndryshuar fatin e lojës. Ndoshta, edhe mund të hapën një televotim për të pyetur të gjithë shqiptarët a të shkon Miri për shembull në finalen e madhe, nuk i dihet. Që në hyrje, që në hapjen e spektaklit në fakt, atmosfera pritet të jetë elektrizuese. Arena do të jetë e mbushur me drita, arena brenda shtëpisë, por edhe studio e madhe me muzikë dhe me një publik që mezi pret të përjetoj nga afër momentet më të forta të këtij rrugtimit. Do të thënë sonte publiku në studio është i madh, por 2 herë më i madh do të jetë edhe në finalen e madhe që do të jetë të shtunën e ardhshme. Moderatori do të hapë spektaklin me një përmbledhje të gjithë dramave, do të thënë Ledioni fillimisht një herë do të flet për atë se çfarë ndodhi gjatë ditëve, do të flet për goditjen e madhe që ka patur Miri dhe Mateo, do të flet për Rogertin dhe Brikenën që kanë patur zënkat jashtëzakonshme, do të thënë ka patur debate të forta brenda në shtëpi, debate që nuk ndalen me Selinës dhe Rogertit. Sonte do të flitet në këtë spektakël, fillimisht një herë për këtë gjë, për plasjet dhe emocione që kanë shoqëruar banorët deri në ditën e sotme, deri në këtë pikë. Klipet retrospektive do të rikthejnë momentet më të forta, debatet më të zjarrta, lotët, tradhtit dhe miqësitë tashmë të krijuara brenda, por siç duket, do të thënë që sonte edhe do të shkatrohet, sepse nëse shkohet sonte për shembull Miri dhe Rogert në finale, atë nënkuptohet që brenda javës Rogerti duhet patjetër të ketë debate me Mirin, sepse duhet ta fiton vetë në fund të ditës Big Brotherin. Por ajo që e bën këtë natë më të veçantë janë edhe surprizat. Një nga surprizat më të mëdha pritet të jenë, le të themi,
këto hyrjet e papritura, do të thënë familjar apo ish-banor që mund të kenë lënë gjurmë dhe mund të rikthehen për disa minuta për të përballur me finalistët e mundshëm. Do të thënë sonte mund të kemi një natë eksplozive. Mund të kenë mesazhe nga familjarët, do të thonë sonte priten edhe mesazhe nga familjarët për finalistat, por unë e di që surprizat e mëdha i kanë lënë në finalen e madhe dhe do të thonë sonte do të shpallet vetëm gjysmë finalisti. Sonte banorët do ta vazhdojnë prajmin e tyre siç e kanë vazhduar gjithmonë. Do të thonë pritet që brenda asaj shtëpie të ekzistojnë debate, por të ekzistojnë dhe surpriza, kanë dhe surpriza që do t'u vinë nga jashtë, nuk kupton, do të thonë sponsorat që sjellin rroba për to. Tani, 4 finalistët. Kush mund të jenë 4 finalistët? Publiku tashmë ka vendosur, televotimi sonte do të mbyllet, edhe pak kohë kam për të votuar, por sipas pritshmërive dhe asaj që është parë gjatë këtij rrugtimi, 3 emrat që pritet të prekin finalen janë Rogert, Miri dhe Mateo. Dhe këto të 3 pritet që të prekin finalen të madhe. Pse këto të 3? Unë mendoj që Rogerti do të shkon me patjetër në finale, sepse ka qenë ky djali negativ që i ka dhënë energji shtëpisë, pa marrë parasysh a e do publiku shqiptar, a nuk e do publiku shqiptar, Rogerti do të ngjitet në podiumin kryesor. Mendoj që Miri do t'jetë në finalen e madhe, sepse e ndjej këtë gjën nga suporti, nga dashuria që i ka dhënë dhe produksioni. Për shembull, në prajmin e kaluar, do të thënë Miri ka marrë një suport jashtëzakonisht të madh në kohën kur ishte televotimi i hapur për t'u larguar Edisa nga shtëpia dhe u duk qartë që do të thënë nuk është Miri ai që del, por suportohet dhe normalisht në finale pritet që të shkon edhe Mateo. Mateo, një djalë i cili ka marrë dashurinë e të gjithë shqiptarëve, ka marrë respektin e të gjithë shqiptarëve dhe është duar trokitur. Do të thënë sonte do të jetë një natë e mbushur me shumë emocione, do të jetë një natë e mbushur me shumë dinamika që në fakt edhe ne do t'i përjetojmë këto emocione tona shpirtërore. 4 finalistët që përfliten, do me thënë është Selina, Rogert, Miri dhe Mateo. Këtu që publiku akoma do me thënë ka një mes që mund t'jetë Mateo apo Brikena, apo mund të shkojnë të shifti bashkë, por unë mendoj që do t'jenë 4 djemë edhe një vajzë. Ajo që do të simbolizon edhe fituesen e këtij spektakli që mund të jetë femër dhe mund të jetë Selin. Do me thënë pritet të jetë një natë me shumë dinamika, pritet të jetë një natë me shumë energji, dua të marr mendimin tuaj se si e prisni ju sonte këtë spektakël.